Policia e Shkodrës ka vënë në pranga 2 persona në lidhje me vrasjen e 20 vjeçarit Pavlim Preka, ngjarje që tronditi komunitetin e fshatit Guci Re më 27 shkurt të këtij viti. Arrestimet e fundit kanë sjellë zbardhjen e rrethanave të krimit, ndërsa 2 të dyshuarit akuzohen për veprat penale, vrasje me paramendime kryer në bashkëpunim dhe mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve shpërthyese dhe municionit. Personat e arrestuar janë identifikuar si Claudio Lisaj dhe Vasel Koçeku. Hetimet e drejtanishme tregojnë se ata kishin përgatitur dhe ekzekutuar sulmin me paramendim ndaj të riut, duke përdorur armë që e mbanin pa leje. Nga ana tjetër, policia po vijon hetimet për të përcaktuar motivet dhe rolin e secilit prej tyre në këtë ngjarje të rëndë. Vrasja e Pavlim Prekës u zbulua fillimisht nga xhaxhai i tij, i cili shqetësuar që nipi nuk i përgjigje në telefon, shkoi në banesën e tij dhe e gjeti të vrarë në obor. Pavlini nuk ka patur asnjë problem me njëri, ishin familje thjesht, u shpreh xhaxhai i viktimës duke theksuar papriturinë dhe tronditjen që ka shkaktuar ngjarja. Policia e Shkodrës po bashkëpunon me strukturat e tjera për sigurimin e provave dhe për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.